Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, këtë herë në rubrikën Opinion. Jemi me zotin Agron Duka në studio, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste. Mirë se keni ardhur, zoti Duka. Në fakt, zoti Spaho pak ditë më parë ka deklaruar që aleatët nuk do futen në listat e Partisë Demokratike. Pse nuk pati zoti Basha një komunikim me ju, zoti Duka, për sa i përket këtij vendimi, këtij propozimi që ka Partia Demokratike për t'u lënë jashtë në zgjedhjet e 18 qershorit? Kujtojmë që kolegja Elda Menga në një intervistë që pati me ju i keni thënë se të lajme keni marrë vesh pikërisht nga mediat. Unë nuk mendoj që duhet konsideruar zyrtare kur domethënë prononcohet qoftë një eksponent i rëndësishëm nëse nuk shprehet kryetari i partisë. Në rastin konkret zoti Basha. Kështu që ne nuk kemi pas një komunikim të tillë, s'është marrë një vendim i tillë, megjithatë për mua kjo është gjë jo shumë e rëndësishme, sepse gjëja më e rëndësishme për gjithë opozitën është që të shkojnë në zgjedhje duke qenë sigurt që do ketë zgjedhje të tjera të ndeshme. Prandaj tema e ditës së opozitës duket sikur spostohet kur ne merremi me këtë, është shumë e vogël kjo krahasim me çështje më të madhe me zgjedhje të lira më të ndeshme. Ne kemi thënë një zëri, unik, gjithë opozita, që për të patur zgjedhje të lira të ndeshme duhet të ketë votim elektronik, si pasojë dhe numërim elektronik, ose nëse nuk arrihet për shkak të faktorit kohë, atëherë të shkohet në zgjedhje me qeveri teknike. Sepse gjasat tregojnë që nuk mund të kemi zgjedhje të lira të ndeshme me këtë qeveri, nuk ka demonstruar një vullnet të tillë si në zgjedhjet e vendore, gjithashtu edhe në zgjedhjet e pjesme që bën peshkopi qoftë në kolonjë. Nëse nuk arrihet as votimi elektronik dhe nuk arrihet as një qeveri teknike, sepse kjo i nështrohet dhe numrave në parlament, këshilla juaj për koalicionin opozitar do ishte që mos futej? Për mua po këshilla ime personale dhe Partisë Agrare të mos futet, sepse unë pragjykoj që rezultatin e zgjedhjeve pa u bërë zgjedhjet. Megjithatë, vendimi nuk është se e marrun, mendimin e merr opozita në tërësi dhe natyrisht peshën më të madhe në opozitë ka Partia Demokratike. Megjithatë, për të rikthyer edhe një herë tek çështja e listave, ju do ta shihnit me shqetësim nëse një gjë e tillë do të zyrtarizohej nga zoti Basha? Personalisht unë jo. Bile absolutisht. Nuk ju shqetëson? Absolutisht jo, sepse edhe nëse ne bijem dakord që ndonjë nga Partia Agrare Ambientaliste të jetë pjesë e listave të PD-s, unë nuk do jem. Unë tashmë e kam vendosur që do jem në krye të listës të Partisë Agrare Ambientaliste në Qakun e Durrësit. Nëse do vendoset që do ketë ndonjë, natyrisht ka plot të tjerë që ne mund të servirim Partisë Demokratike që të ketë në listën e saj. Kështu që nuk e shoh si një problem, domethënë, edhe kur kam dhënë atë intervistë që thoni ju, nuk e ka paraqitur si problem. Unë gjykoj që është problem fare i parëndësishëm. Për ne si Partia Agrare Ambientaliste, gjykoj edhe për gjithë opozitën në përgjithësi. Ka shumë probleme të tjera që janë shumë të rëndësishme sa kjo e fundit. Për te asaj se me çfarë garancish do të shkohet në zgjedhje, natyrisht opozita do të përgatitet për zgjedhje. Si e shikoni formëzimin e koalicionit opozitar, idenë e zgjerimit të tij? Zoti Basha ka thënë do të hapemi partitë të tjera, po ai afrohen këtij koalicioni. Si shikoni këtë prurje? Absolutisht që, domethënë, sa më i gjerë të jetë koalicioni opozitar, çdo lloj koalicioni në këtë lloj sistemi zgjedhor, sa më shumë të afrohen, aq më mirë është, sepse aq më shumë vota mbledhen, si më thuhet, në atë koshin e përgjithshëm të votave, të njëjtit krahë krahut tjetër. Kështu që zoti Basha ka qenë i hapur në këtë drejtim, ka bërë thirrje, domethënë, të gjithë partive politike, natyrisht më shumë ato që domethënë janë të krahut djathtë, por nuk është se nuk janë pranuar dhe grupime tjera politike, në mënyrë që të bënd të mundur natyrisht ndërrimin e pushtetit. Për shkak dhe të pakënaqësive që paraqiten në përgjithësi, jo vetëm nga partitë politike, por qoftë edhe nga populli shqiptar, për mënyrën se si po bëhet qeverisja. Kohë më herët zoti Duka, zoti Basha e ka deklaruar, le të themi, ka lënë një derë gjysmë hapur edhe lëvizje socialiste për integrim, por me zhvillimet më të fundit, një gjë e tillë është përjashtuar pothuajse plotësisht. Ju do ta mirëprisnit LSI-n apo për ta bërë pyetje ndoshta në një mënyrë tjetër, nëse ju nuk do të ishit kënaqur me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 18 qershorit, do pranoni të dilni në një pol të tretë me lëvizjen socialiste për integrim në rast të një shkëputjeje gjithmonë nga Partia Socialiste? Ne në këtë konfiguracion politik që kemi,
ne kemi shprehur qëndrimin tonë, jemi në aleancë me partinë demokratike dhe me blokun opozitar. Nëse do kishte një konfiguracion tjetër, atëherë natyrisht duhet të jemi përballë faktit që gjykojmë edhe të vendosim se çfarë duhet të bëjmë. Po më lejoni të them që domethënë kohët e fundit kjo është bërë një teatr politik që i shëmtuar, sepse dy forcat, cilat janë në aleancë njëra me tjetrën, akuzojnë njëra tjetrën, bile edhe njerëz të cilët janë, si thuash, të rëndësishëm të dy partive, dhe pastaj dalin dhe i sheshojnë problemin, po nga të dy krahët, me ato shprehje që duket sikur thash që fillim duket sikur bën teatr politik që qetësoni se koalicioni do vazhdoj, këto bëhen që të lartësohet mënyra bashkëpunimit. Unë këtë se kuptoj. Për shembull, domethënë pavarësisht se kam lidhje, domethënë miqësi personale me zotin Petrit, po domethënë të thuash, leni makinat se mos ju fusin ne qeshe drogë mren edhe për t'ju akuzu, kush bashkëpunëtori jot që në fillim kjo punë kara. Ku ka në botë asnjë lloj ndërmarrje qoftë politike, biznese çfarë dush, që mund të çojë përpara kur ti e shef bashkëpunëtori tat me dyshim. Kështu që për mendimin tim, kjo lloj qeverisje mund shkojë deri me 18 qershor, edhe për te, por moralisht që në këtë moment e kara. Sepse, domethënë, bashkëqeverisin duke akuzuar njëri tjetrin dhe duke mos patur besim tek njëri tjetri. Thash edhe një herë dhe theksoj se në mënyrë absolute, nëse bashkëqeveriset apo punohet për të qenë i suksesshëm në çdo lloj ortakliku, kur ortakët s'ka besim tek njëri tjetri, që në fillim kjo punë, domethënë është e dështuar që në fillim. Kështu që unë gjykoj që nuk mund të ketë qeverisje të suksesshme me këtë lloj bashkëpunimi ndërmjet dy forcave kryesore politike në maxhorancë. Zoti Duka, në fakt prekët një çështje të nxehtë të koalicionit të ditëve të fundit, por le të themi... Kjo është një teatr, po them, se është ditëve të fundit. E keqja e të këqijave është se nuk kuptojnë që aktori kryesor i kësaj, po themi, ndërmarrje, apo i kësaj pjese teatrale, po themi, ora është populli shqiptar. Këto duket sikur tallën, po si ka mundësi që këta njerëz që i dëgjojnë, rrinë indiferent, edhe në fund fare shkojnë, votojnë, atë ke kutitë të votimit, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Në këtë rast, populli shqiptar, nëse rri kaq shumë indiferent, duke parë, domethënë, një teatr që luhet me jetën e tyre, atëherë populli shqiptar vetë është fajtor për të ardhmen e vet. Kjo në fakt... Edhe këtë e plot bindje, domethënë. E kuptoj. Në fakt duket si një deja vu e asaj çfarë ndodhi në 2015-ën, ka qenë momenti që zoti Rama menjëherë sapo pati një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u rikthye menjëherë në zyrën e zotit Meta, ka qenë koha kur doli dhe shpreha e famshme me qetësi dhe dashuri, ka qenë një periudhë ku pati dhe impulse të reja dhe në fakt u qetësuan disi ujërat pasi dy krerët e mëdhenj të aleancave u takuan, i sheshuan, le të themi, ato çështje të ngritura që edhe pjesëtarë të tjerë të dy forcave politike i patën në publik. A do kemi ndoshta edhe këtë herë për të shkuar së bashku PS-i LSI në zgjedhje? Shihni si një deja vu? Nuk mund të themi deja vu, sepse herën e parë, kur ndodhi herën e parë, kishte probleme të ndarjes së pushteteve. Kurse sot ka krizë besimi ndërmjet dy ortakëve, po themi, pra ndërmjet dy partive kryesore në koalicion. Si mund të vazhdojnë të punojnë? Nuk është problemi se çfarë tha një ministër, apo çfarë tha një njeri i rëndësishëm Partisë Demokratike, apo dhe Partisë Socialiste. Shpreha që keni kujdes se mos ju fusin në një qese drogë për t'ju penalizu, nuk mundet mund të bashkëpunojnë këta. Fundit, ata kanë ca njerëz që gjymojnë mbrapa, domethënë kanë disa militant partie. Si mund ndjehet një militant i Partisë Socialiste kur bëhen të tilla akuza? Zoti Duka, sipas jush, çfarë ka thyer këtë besim? Pse palët po arrin këtu? Besoj që çdo gjë ka një arsye konkrete. Unë mendoj që mënyra se si qeverisin nuk vërteton atë që ne kemi thënë që në fillim, që kjo nuk ka qenë një shkrije programore dhe organike, por një ndarje pushtetesh e cila herë ka ekuilibra edhe duket sikur çdo gjë shkon mirë dhe herë prishin ekuilibrat edhe shkon aty ku në situatën aktuale ku ne jemi. Më dhënë shkon pastaj në majisje të problemit dhe në krizë besimi.
Një temë kryesore, një leitmotiv kryesor i këtyre deklaratave dhe kundër deklaratave ka qenë policia, një tjetër ka qenë Durrësi. Tani ju si njohë si mirë i Durrësit dhe i të dyja palëve që janë përfshirë në këtë debat. Ka probleme reale në Durrës sipas jush? Unë nuk nisem nga këta që i thanë se fundmi në Durrës, sepse unë problemet e Durrësit i kam denoncu përpara se të thuhen, dhe bile jo çfarë për problemi që do të çonin në një probleme përplasje? pikërisht ka shumë probleme. Unë e kam thënë vazhdimisht që kryetari i Bashkisë Durrësit edhe për shkaqe jo vetëm për shkaqe subjektive, por edhe për shkaqe objektive, sepse i tillë është njeriu, duke u votuar në mënyrë të drejtë apo të padrejtë, rreth 3 herë jeshtë, edhe votimi nga 200-300 vota shkoi 3000, pastaj 13000, duke i dhënë pushtet më shumë se sa i takon, ai ka filluar të shprehë një farë arrogance. Unë s'kam absolutisht asgjë, domethënë personale me të, sepse një njeri do jetë atje padyshim në krye të Bashkisë Durrësit, po gjahet e fundit për shembull që ne si Partia Agrare Ambientaliste i kemi denoncuar është tamam një shprehje arrogance e kryetarit të Bashkisë, sepse si mundet të ndërtohet një vepër pa leje mjedisore. Flitet për atë projektin Veliera që bëhet në Durrës. Si mundet të ndërtohet një kantier të tillë ndërtimi pa asnjë lloj kushti teknik? Si mundet pa leje mjedisore të merren inertët dhe të hidhen në det, domethënë pa menduar gjatë fare që nëpërmjet këtij veprimi prish një ekuilibër natyror i cili është rregulluar me mijëra vjet. Si e merr këtë lloj guximi? Përgjigjja kush do jetë? Natyrisht një tip i cili ka pushtet më shumë se duhet, edhe kjo është për arrogancë. Dhe nuk i tërhiq vëmendja edhe nga pushteti qendror, se fundit pushteti vendor dhe pushteti qendror duhet të shkojnë në mënyrë, domethënë, duhet bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Nuk ndodh kështu. Kur kjo aprovohet dhe nga pushteti qendror, fakt normalisht akuza mbie mbi 2 palët. Kaloj prapë ka jo temë para që më shqetëson shumë, edhe jam i detyruar ta them, pavarësisht se si mund të perceptohem nga populli në përgjithësi, që populli durrësak në këtë rast ka shumë fajdaj. Sepse veprohet në hundën e tij dhe me indiferencë më të madhe, kalojnë aty sepse është pjesa më e bukur e Durrësit, edhe për shtuna e diela që shkojnë në restorante Buzdetit, stresohen, shkatrojnë nervat e tyre, e shohin dëmin që po i bëhet dhe nuk flasin. Nëse veprohet kështu, gjithmonë kështu, këto do jenë pasojat pastaj. Përtej kësaj që po ndodh në koalicionin e mazhorancës, në koalicionin e opozitës. Opozita, sepse u thatë edhe njerëzit kanë fajt qytetarët që votojnë këtë koalicion ka shumë probleme. Nga ana tjetër, shumë herë është ngritur pyetja, a është bindse opozita në platformën që ofron? Si e shikoni këtë? Jo, Dhe çfarë prisni ju që ndodhi nga sot deri në ditën e votimit? Atë nuk mund ta them unë, atë e thon shqiptarët me votim. E rëndësishme është që të krijohen kushtet që shqiptarët të votojnë në mënyrë të lirë, të mos ketë problemet që kanë patur deri tashmë, të mos i bëhet presion, të jenë të lirë në vendimin e tyre, dhe nëse shqiptarët do votojnë po të njëjtën majorancë, njëjtën koalicion, atëherë natyrisht opozita në këto kushte duhet i nështrohet vullnetit të popullit shqiptar, të votuesve. Po shikoni si të mjaftueshme. Gjithsesi e rëndësishme është që opozita duhet ngrej nivelin e punës saj. Kjo duhet të ketë një bashkërendim edhe një bashkëpunim më të qëndësishëm, të mos ndodhin raste të tilla, siç ndodhi për shembull, juve ju duket rast, domethënë që nuk ka shumë rëndësi, po ja që pas ka rëndësi. Ka një javë që mediat merren se ka thënë në kryetari i Partisë Demokratike që çdo jenë nëpër lista kryetarët e partive aleate. Kjo nuk ka sepse të thuhet kështu, pra kjo është një gabim sipas mendimit tim, por duhet mblidhet një tryezë ku natyrisht njeriu që bën Se nuk e ka bërë zoti Basha një tryezë me aleatët? Po unë këtë po them, pra, po ne po themi se kush janë gjërat që duhen spërsos, që duhen rregullu në mënyrë që opozita të ketë veprime të organizuara për të pasur sukses në zgjedhjet e ardhshme. Pra një e metë është edhe kjo, mungesa e sinkronizimit të veprimeve ndërmjet opozitës. Për sa i përket Partisë Agrare Ambientaliste, ne vazhdojmë të punojmë me ritëm shumë të lartë, lëvizim nga qarku në qark,
bile, për ne fushata elektorale ka filluar, jemi duke ngritur shtabet elektorale në Qaqe, kemi filluar me Korçën, sot ishim Fier, bile të them drejtën, unë kam marrë nga Fieri direkt këtu, nuk pata kohë as për të ngrënë, kështu që pash rrugës mos gjeni i byrektore, po kam pa vetëm 10 nga këto loto sportet, Bust Life, edhe as i byrektore rrugës. Vetëm, me thënë, nga hyet kjo rrugës, deri sa të vishe këtu, kishte 10 nga ato, ky sukses i madh i qeverisë, që të ketë 10 nga këto Bust Life, nuk është shumë sukses. E parashikoni parlamentin e ardhshëm edhe brenda koalicioneve, por pavarësisht nga koalicionet, po e parashikoni me më shumë parti brenda, me më shumë shmëri, apo do kemi më shumë Kodi zgjedhor nuk është se i favorizon shumë partitë e vogla, sepse është sistem proporcional rajonal, nuk është me korrektiv kombëtar. Kështu që shumë vota të partive të vogla në Qaqe që nuk kap atë kufir për të zgjedhur deputet, natyrisht shkojnë dobi të partisë më të madhe. Po, aty edhe përfitojnë. Po, edhe aty përfitojnë. Por nga ana tjetër është ajo që ne kemi ngritur vazhdimisht, që s'kemi komisioner, s'kemi numërues, kështu që në këto kondicione, edhe nëse do të vendoset hyet në zgjedhje, domethënë me këtë situatë dhe me këtë të kaluar të majorancës, nuk besoj se do ketë shumë parti të vogla antarë të parlamentit. Fatin e partive të reja të krijuara së fundmi, si e shihni në pas zgjedhjeve të 2017? Unë gjykoj që partitë e reja që kanë dalë, nëse nuk besoj se kemi fjalën partinë agrare, sepse partia agrare është një parti e vjetë, 22 vjeçare, natyrisht ka marrë një riprezë kohët e fundit, po është partia më e vjetër në skakerën politike shqiptare. Besoj e keni fjalën për shembull për Libran edhe për sfida për Shqipërinë, apo jo? Po, partitë e reja. Po, natyrisht këto parti nuk janë rastësore, sepse për sa i përket parës, partisë Libra është palërmuar ka kohë nga zoti Blushi, për shkak se gjatë qëndrimit të tij në Partinë Socialiste nuk pati hapësirë, konkurroi, edhe nuk mendoj që ai qëllimi për cilin ai kishte hyrë politikës nuk plotësohej në rrjetet Partisë Socialiste, edhe nuk ishte diçka e papritur, ishte diçka që gjithë e pritnin që së shpejti mund të ishte një ndër partitë. Për sa i përket zotit Bujaxhiu, dhe kjo është diçka e palërmuar, sepse Bujaxhiu mori pjesë në zgjedhjet lokale dhe qej suksesshëm relativisht, me sfida për Tiranën, me sa mbaj mendun, edhe kjo pastaj u konvertua sfida për Shqipërinë. Kështu që janë dy parti që i priteshin që të ishin në skenën politike shqiptare. Zoti Duka, faleminderit për këtë opinion. Faleminderit juve. Faleminderit që ishit me ne sot. Ishte biseda e zhvilluar me zotin Agron Duka në studion e Opinion News 24, ndërkohë ne kemi ardhur në fund edhe këtij edicioni informativ. Ju njoftojmë se për çdo detaj tjetër, klikoni në balkanweb.com, jeni atje me zhvillimet më të fundit online nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shpejtoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, Radion Rashti, dhe mund të na ndiqni ne duke klikuar mbi live streamin ton. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim. Mirupafshim.